Sonte, për Limit nuk është thjesht një mbrëmje daljeje. Është një prag. Një vijë e padukshme që ndan jetën e zakonshme nga një realitet ku çdo hap, çdo fjalë dhe çdo ndjenjë do të shihet, do të gjykohet dhe do të komentohen nga mira sy. Hyrja e tij në Big Brother në Albania nuk është vetëm pjesëmarrje në një spektakël televiziv, por një përballje e drejtë për drejtë me veten dhe me të shkuarën e tij emocionale. Limi hyn në këtë shtëpi me një barë që nuk shihet në valixhe, por rëndon në mendje, lidhjet e pambyllura, ndjenjat e shpërndara dhe fakti që brenda atij formati ndodhen edhe dy vajza të tjera me të cilat ai ka pasur histori dashurie. Ky realitet e bën situatën edhe më të ndërlikuar, sepse Big Brother nuk është thjesht një lojë strategjie, por një skenë ku e vërteta del gjithmonë në dritë, herët avon. Në pamje të parë, Limi duket i sigurt. Ai ecën drejt shtëpisë me një buzëqeshje që përpiqet të fshehë tensionin e brendshëm. Por pas asaj buzëqeshjeje fshihet frika se mos e shkuara do ta ndjek më shpejt se sa ai është gati ta përballojë. Dy dashuri të tjera nuk janë thjesht një detaj interesant për publikun, por pjesë reale të jetës së tij, me emocione, shkënjime dhe pritshmëri të paralizuara. Big Brother në Albania është një ambient ku nuk ka vend për maska afatgjata. Ditët e para mund të kalojnë me humor, flirt dhe lojra sociale, por me kalimin e kohës lodhja, presioni dhe mungesa e privatësisë nxjerrin në pa versionin e vërtetë të njeriut. Për Limit, ky është rreziku më i madh, të mos jetë gati të përballet me pasojat e zgjedhjeve të tij sentimentale. Dy vajzat që ndodhen aty nuk janë thjesht ish të dashura. Ato përfaqësojnë dy histori të ndryshme, dy mënyra të ndryshme dashurie dhe dy pasqyra ku Limi mund të shohë veten. Njëra mund të simbolizojë pasionin impulsiv, lidhjen e shpejtë dhe të fortë që digjet shpejt. Tjetra mund të përfaqësojë stabilitetin, pritjen dhe zhgënjimin e heshtur. Në këtë kontekst, Limi nuk përballet vetëm me to, por me mënyrën se si ka dashur dhe si ka lënduar. Publiku do të shohë gjithçka, shikimet e shmangura, tensionin në ajër, fjalët e pathëna dhe xhelozinë e fshehur pas buzëqeshjeve. Çdo gjest i Limit do të analizohet, çdo afrim do të kthehet në debat dhe çdo gabim do të etiketohet. Kjo është pesha e famës së menjëhershme, ku nuk ke kohë të mendosh gjatë, sepse kamera nuk ndalet kurrë. Por kjo eksperiencë mund të jetë edhe një mundësi. Një mundësi për të rritur, për të reflektuar dhe për të mbyllur kapituj që kanë mbetur pezull. Nëse Limi arrin të jetë i sinqert, jo vetëm me publikun, por me veten, ai mund ta shndërrojë këtë eksperiencë në një udhëtim vetëdijsimi. Të pranosh gabimet nuk është dobësi, por guxim, sidomos kur je në dritat e forta të spektaklit. Nga ana tjetër, rreziku i madh është që Limi të bjerë në të njëjtin model sjelljeje, të flirtimit të paqartë, të premtimeve të mjegullta dhe të mungesës së vendimit. Në një ambient si Big Brother, kjo sjellje amplifikohet dhe kthehet shpejt në ambiente të mbyllura, ku njerëzit jetojnë bashkë, ndjenjat nuk lindin gjithmonë nga qetësia, por shpesh nga tensioni, afërsia e detyruar dhe mungesa e hapësirës personale. Pikërisht në një realitet të tillë ndodhet Limi, një djalë që përballet me dëshirat e tij, me impulsin për të folur hapur dhe me frikën se koha po i mbaron. Përballë tij është Eliona, një vajzë e ndjeshme, e vetëdijshme për situatën dhe e ngarkuar emocionalisht nga ngjarjet që kanë ndodhur brenda asaj shtëpie. Momentin që Limi vendos të flasë, ai nuk e bën me gjysmë fjalësh. Ai i propozon Elionës drejt për drejt, me një sinqeritet që për disa mund të duket i bukur, e për të tjerë i nxituar. I thotë se është shumë e mirë, se i pëlqen dhe se për të është më e bukura e shtëpisë. Fjalët e tij nuk janë të ftohta apo llogaritse, ato burojnë nga një dëshirë e fortë për të mos lënë gjë pa thënë. Ai shkon edhe më tej, duke shprehur keqardhjen që do të ndjente po të largohej nga ajo shtëpi pa marrë kënaqësinë e saj, pa jetuar atë që ndjen. I flet për 1001 puthje, për tërheqjen që ndjen ndaj saj, për impulsin që e shtyn të veprojë pa menduar gjallë. Në thelb, Limi po kërkon një përgjigje të menjëhershme, një konfirmim që ndjenjat e tij nuk janë të njëanshme, por Eliona nuk është në të njëjtin ritëm. Ajo e dëgjon, e kupton dhe ndoshta edhe e ndjen peshën e fjalëve të tij, por nuk e lejon veten të udhëhiqet vetëm nga momenti. Përgjigjja e saj është e sinqertë dhe e matur. Ajo i thotë se kanë ndodhur disa gjëra në atë shtëpi, ngjarje që e kanë vënë në një pozicion të vështirë emocional. Ajo nuk ndihet e lirë të marrë një vendim të pastër, sepse çdo veprim aty brenda merr për masa më të mëdha se sa duhet. Eliona pranon se ndodhet në një pozitë të keqe, jo sepse nuk ndjen asgjë, por sepse ndjen shumë. Ajo e kupton se ambienti ku ndodhen nuk është neutral. Është një hapësirë ku gjithçka shihet, interpretohet dhe gjykohet.
Në një vend të tillë, ndjenjat humbasin spontanitetin dhe kthehen në barë, megjithatë, ajo nuk e refuzon limit në mënyrë absolute. Me një qetësi që tregon pjekuri, ajo shton se po të ishin jashtë, larg asaj shtëpie dhe larg ngjarjeve që kanë ndodhur, do t'i jepte një shans. Kjo fjali nuk është një premtim, por as një mohim. Është një vijë e qartë kufiri mes dëshirës dhe realitetit. Ky moment mes Limit dhe Elionës nuk është thjesht një skenë flirtimi apo refuzimi. Ai përfaqëson përplasjen mes dy mënyrave të ndjerit, njëra impulsive e drejt për drejt që kërkon përmbushje të menjëhershme dhe tjetra e kujdesshme e vetëdijshme për pasojat dhe kontekstin. Limi flet nga dëshira, Eliona përgjigjet nga përgjegjësia. Në thelb, ky episod na tregon se jo çdo ndjenjë, sado e fortë të jetë, mund të jetojë në çdo rrethan. Disa ndjenja kanë nevojë për hapësirë, për kohë dhe për qetësi që të zhvillohen. Kur këto mungojnë, zgjedhja më e vështirë, por edhe më e drejtë, është të vendosësh kufi. Për Limit, ky moment mund të shihet si një refuzim, por në të vërtetë është një ftesë për reflektim. Ai duhet të kuptojë se sinqeriteti nuk mjafton gjithmonë, rëndësi ka edhe mënyra, koha dhe vendi. Për Elionën, ky është një akt vetëmbrojtjeje emocionale, një përpjekje për të mos u futur në diçka që mund ta lëndojë më vonë. Në fund, marrëdhëniet njerëzore nuk ndërtohen vetëm mbi pëlqimin dhe tërheqjen, por mbi respektin për gjendjen e tjetrit. Mes dëshirës së Limit dhe kufive të Elionës qëndron një e vërtetë e thjeshtë. Ndonjëherë, të thuash jo tani është forma më e sinqertë e ndoshta. Ky shkrim na kujton se pjekuria emocionale nuk qëndron tek sa fort ndjejmë, por tek sa drejt dim të veprojmë me ato ndjenja. Ka çaste që nuk bëhen me zhurmë, por me peshë. Jo me britma, por me një heshtje që flet më shumë se çdo fjalë. Çasti kur Benita i bën be në kokën e Bellës ishte pikërisht një nga ato momente që nuk harrohen lehtë, sepse nuk lindën nga nevoja për vëmendje, por nga një ndjenjë që kishte kohë që rritej brenda saj. Ajo nuk e planifikoi si skenë. Nuk e mendoi si strategji. Erdhi natyrshëm, si një pikë ku emocionet nuk mund të qëndronin më të mbyllura. Dora mbi kokën e Bellës nuk ishte thjesht një gjest. Ishte simbol. Ishte sikur Benita po i jepte fjalës së saj një peshë morale, një përgjegjësi që nuk merret lehtë. Ty, Klodi, të dua shumë. Kjo fjali nuk u tha për ta bindur dikë tjetër. U tha për ta pranuar veten. Sepse ndonjëherë ta thuash me zë të lartë ndjenjën tënde është mënyra e vetme për ta bërë reale. Në atë të dua shumë kishte më shumë se pasion. Kishte vlerësim, kishte admirim, kishte një lloj qetësie që lind kur dikeshe si të mirë, si të drejtë, si të denjë për ndjenjat e tua. Je shumë i mirë. Këto fjalë janë të thjeshta, por të rralla. Sepse i mirë nuk do të thotë i përsosur. Do të thotë i ndershëm. I drejtë në qëllim. I pastër në sjellje. Dhe Benita e sheh këtë te Klodi. Ajo e sheh mënyrën si ai flet, si dëgjon, si nuk e ul tjetrin për të ngritur vetë. Dhe kjo, për një zemër që kërkon siguri, është tepër e rëndësishme, por ndjenja e fortë rrallë vjen e vetme. Ajo sjell pas vetes frikë. Dhe Benita nuk e fsheh këtë, bëhem xheloze sa herë që të afrohet Eliona. Këtu ndalet fryma e rrëfimit. Sepse kjo fjali është e sinqertë deri në dhimbje. Nuk është sulm. Nuk është akuzë. Është rrëfim i brendshëm. Është një pranim i hapur i një ndjenje që shumë njerëz e fshehin nga frika se mos duken të dobët, por xhelozia nuk është gjithmonë dobësi. Ndonjëherë është alarm. Është frika e humbjes. Është pasiguria që lind kur diçka ka rëndësi reale për ty. Benita nuk është xheloze sepse nuk beson te Klodi. Ajo është xheloze sepse e do, sepse nuk është indiferente. Sepse mendimi që dikush tjetër mund të zërë vendin e saj e trazon, sepse të dua vetëm për vete. Kjo fjali është ndoshta më e forta nga të gjitha. Sepse këtu nuk flitet më vetëm për ndjenjë, por për dëshirë për përkatësi. Për ekskluzivitet emocional. Për nevojën për të qenë e zgjedhura, jo një opsion mes shumë të tjerëve. Disa do ta quajnë këtë egoizëm. Disa do ta quajnë posesivitet. Por në thelb është një nevojë njerëzore, të dish që vendi yt në zemrën e dikujt është i sigurt. Të ndihesh e pazvendësueshme. Jo për ta kontrolluar tjetrin, por për të mos jetuar me frikën e vazhdueshme të humbjes. Benita nuk kërkon premtime. Nuk kërkon betime nga Klodi. Ajo bën betimin e saj. Dhe kjo është shumë më e fortë. Sepse kur betohesh për ndjenjat e tua, ti merr përsipër edhe pasojat e tyre. Merr përsipër mundësinë për t'u lënduar.
Merë përsipër rrezikun, Bella, në këtë histori, është më shumë se sa një figurë e pranishme. Ajo është dëshmitare. Një simbol i pastërtisë së momentit. Një mënyrë për ta bërë betimin më serioz, më të rëndë, më të vërtetë. Sikur Benita të thoshte, kjo nuk është lojë, kjo është ndjenjë, Klodi, edhe pse nuk flet shumë në këtë moment, është qendra e gjithë kësaj. Ai bëhet pasqyra ku përplasen dashuria, xhelozia, frika dhe dëshira për siguri. Dhe ndoshta kjo është bara më e madhe, të dish që dikush ndjen kaq shumë për ty. Ky moment nuk garanton fund të lumtur. Nuk garanton reciprocitet të barabartë, por garanton një gjë, sinqeritet. Dhe në një botë ku shumica fshihet pas roleve dhe strategjive, sinqeriteti është akt guximi. Në fund, ky betim mbetet si një nyje emocionale në histori. Një pikë ku ndjenjat nuk u filtruan, nuk u llogaritën, nuk u zbukuruan. U than ashtu siç ishin. Të forta, të brishta, të vërteta, sepse ndonjëherë dashuria nuk ka nevojë të fitojë. Ka nevojë vetëm të pranohet.